ne sapo kemi përfunduar takimin e 177 të Këshillit Përgjithshëm të Aleancës, e kemi dakordu pra vendimet për trupat zgjedhore që i zgjedh Këshilli Përgjithshëm, dhe po ashtu i kemi shpallë zgjedhjet e brendshme në Aleancë në të gjitha nivelet. Procesi zgjedhor fillon nga 20 shkurt, nga 9 dekt dhe përmbyllet me 6 qershor. Pra orientimi ynë për datën e kuvendit është edhe afati statutar, 4 vjeçar, janë zgjedhje të rregullta. Është një situatë vërtet e mirë, pra që me kohë edhe i kemë bërë përgatitje më të mira të mundshme për këto zgjedhje. Nikosisht ajo që e di që është edhe rishi, pra ndoshta edhe ndryshim, është se nuk do të kandidoj për kryetar të Aleancës në këto zgjedhje të brendshme, pra në kuvendin zgjedhor të Aleancës. I kam tregu kolegëve të mi disa arsye, edhe ja shpjegoj edhe ju, mediat, dashur qytetar, pra po është koha e gjatë, pra në udhëheqje nga themelimi i Aleancës maj 2000, është një faktor koha, është edhe rezultati jo i mirë i zgjedhjeve, pra non shkurt edhe 28 dhjetor, por edhe sikur të ishte ndonjë rezultat tjetër, pra do ta merrsh në një vendim të tillë, dhe po ashtu është besimi që kam në kuadrin e Aleancës, në njerëzit e Aleancës, se Aleanca, pra në udhëheqjen e re, kryetari i ri që del nga ky kuvend, do t'i fiton zgjedhjet në Kosovë, pra do të jetë partia e parë. Unë besoj shumë që Aleanca e ka këtë mundësi në udhëheqjen e re, edhe është po ashtu lajm i mirë që sot kolegu im, me cilin njihemi, edhe të cilin e vlerësoj vërtet shumë, një njeri që është krijuar edhe është gatuar në proceset që i ka kalu vendi ynë me sukses, edhe i ka realizuar me fitore të gjitha objektivat e veta. Pra ka shpall kandidaturën, kolegu, pra kandidatura e parë mund ndodhe ndonjë kandidaturë, por kandidatura e parë është Ardian Gjini, ka shpall sot në Këshillin Përgjithshëm. Ju faleminderit media, edhe një herë, edhe faleminderit gjithëve. Kuptohet, nuk po them as lam të mirë, as mirupafshim, se jam betu që ashtu si kam pas nderin, pra t'i udhëheqi për një çerek shekulli kolegët e mi në Aleancë, edhe kanë pranuar të gjithë me bashkëpunu me mu si kryetari i Aleancës, jam betu që do t'i shërbej Aleancës gjithë jetën time, do t'i shërbej kryetari të ri, po ashtu në atë nder që kam pas me udhëheq, pra kam për nder, po ashtu me shërby, me ndihmu. Unë besoj se Aleanca është vlerë e Kosovës, meritat e Aleancës në çështjet e interesit nacional, edhe sukseset e Aleancës në çështjet e interesit nacional do të mbesin përjetshme, po ato do të jep edhe koha e historia e ata që kanë qenë pjesë e proceseve, po sot vërtet jam mjaft i gëzuar, pra është një vendim që ngjall gëzim, ngjall shpresë që Aleanca si shtëpi politike, si subjekt politik, pra do të jetë e mira e Kosovës, kudo që Kosova pra në të ardhmen, s'ka zgjedhje, edhe e nxjerr në matje vlerën e subjekteve politike në vend. Ardian, faleminderit shumë edhe një herë, urime kandidatura e fal. Shumë faleminderit. Shumë shkurt, i kemi 3 muaj pak përpara, gjithë anëtarëve të Aleancës, gjithë Kosovën, ju uroj hapjen e këtij procesi zgjedhor të jetë të rëndësishëm, që është esenca e demokracisë edhe të brendshme, po edhe të Kosovës. Në periudhën kur ka zgjedhje në parti, konsiderojmë që edhe dyert janë të hapura për anëtar të ri, për anëtare të reja, për njerëz që dojnë me ndihmu me dhënë Kosovës një koncept politik që ka me qitë në binarët vetë. Për momentin unë e kam shpreh vullnetin për kandidaturë, për këta 3 muaj mundëm me pas edhe kandidatura tjera, gjithçka është e hapun, Aleanca është e hapun për anëtare, për kandidatura, për gjithçka tjetër. Kënë fund duhet me ju thonë që jo veç mu personalisht po patjetër, po secilit prej nesh e ndjejmë peshën e këtij momenti, është një moment krejt ndryshe,
për gjitha momenteve të aleancës, qofshin ato të gëzimit dhe të lavdis, qofshin ato të zërshme, që i kem kalu shumë. Mirë po për ne ka qenë privilegji jetës, me qenë të udhëheqën edhe me shërby nën udhëheqjen e Ramush Haradinajt. Kosova e ka pas një njëri që në etapa të përgjithshme i ka bo shërbime të jashtëzakonshme, jo vetëm luftë, por edhe në qeverisje. Shumë pak shërbime tilla i kanë ndodhur Kosovës në 3 ose 4 dekadat e fundit. Kryetari, unë duhet me thonë faleminderit për gjithçka. Për ne duhet edhe me na kuptu kur i kemi edhe shprehimisht ftyrat kështu për shkak se është moment ndryshe për ne. Është krejt moment ndryshe, po e di që kime qenë krenar me ne. Kryetar, faleminderit ty, e urime, Shumë faleminderit. Të kontë. Faleminderit, ti presim kandidatura tjera. Nëse vinë tjerat, po ashtu i njëjti qëllim. Faleminderit shumë. Një pyetje shkurt. Lutem, po. Kryeministri Albin Kurti sot në mbledhjen e qeverisë të parën tha se qysh nesër do të jetë i gatshëm të diskutojmë me partitë politike parlamentare për çështjen e presidentit, cili është qëndrimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës sa i përket çështjes së presidentit dhe a do të jeni edhe ju njëri nga kandidatët për president? Po e filloj ka kjo e dyta, nuk jam kandidat për president të vendit. Nëse një rrethon caktuar me parlamenti, deputetët do të ma kërkonin, e kisha shështu, por nuk jam kandidat. Nikosisht presidenti është një qenë i rëndësishëm i vendit, ne do t'i vazhdojmë konsultat e mbrëmshme në aleancë për me marrë një qëndrim si do të veprojmë. Pra, ende shkemi një qëndrim rreth kësaj teme. Kandidatura e Vjosa Osmanit është bërë publike, a keni një qëndrim për ta? Po s'kemi marrë një qëndrim për qëndrimin tonë, për votën tonë rreth presidentit vend, presidentës nuk kemi marrë qëndrim. Do t'i shqyrtojmë to, se i kemi edhe disa ditë. Ne i kemi kalu veç ato etapat e para, pra Konsilli i Kuvendit, kemi pa krimin e qeverisë së re, po tash po kalojmë në atë temë dhe besoj do të drejtojmë ne. Edhe t'ju njoftojmë me kohë. Faleminderit shumë.